Para njerë përkufizonin pak termin karierë, e cila në shumë të në rasteve përkufizohet me një lloj ngritje ose disa nivele në një fushë profesionale të caktuar. Unë do ta quaja karierën ose më mirë orientimin apo menaxhimin e karrierës do ta quaja më mirë zhvillim. Orientimin e zhvillimit ose llosh një karrierë të suksesshme do të thotë arish majat e profesionit. Gjë e cila nga këndvështrimi im është që shumica e njerëzve përfshi dhe ne këtu shohim vetëm skajin e fundit. Dhe harrojmë, ose më mirë nuk shohim ose nuk kemi vënë re se çfarë ka ndodhur me këtë individ derisa ka arrit në këtë nivel. Kështu që pyetjen do ta shtroja që zhvillimi i karrierës për mua duhet të ishte në dy këndvështrime. Këndvështrimi i parë do të ishte këndvështrimi profesional i individit, i cili duhet të ndihmohej ose të orientohej në një sens apo në një rrugë të zhvillimit profesional, që pavarësisht fushës, po me që ne sot po flasim për fushën e drejtësisë, unë po mundohem që të fokusohem te fusha e drejtësisë. Dhe elementi tjetër i zhvillimit të karrierës do të quhet elementi strategjik i zhvillimit të karrierës. Që do të thotë, ne për të arritur diku ose për të arritur një objektiv të cilin në shumë të rasteve nuk e kemi të qartë edhe vet, duhet të në varësi të objektivit do ndërtonim dhe rrugën për të arritur atij. Është goxha e rëndësishme sepse për të shkuar diku ka më shumë se një rrugë. Problemi është cilën prej tyre ne duhet zgjedhim. Për të thënë vërtetën, nga eksperienca ime personale, kam vënë re që në kohën që paktën unë kam zgjedh degën të cilën unë sot praktikoj, s'kam pas asnjë lloj orientimi, kam vetë vendosur, por kam vetë vendosur duke qenë totalisht i paqartë për të ardhmen që më priste. Fakti i marrjes vendimit pastaj fillon dhe krijon një situatë e cila në të shumtën e rasteve bëhet çorientuese, sesa zhvilluese ose orientuese, dhe në sajt mungesës eksperiencës që ne kemi, në sajt mungesës njohurive që ne kemi, lidhur me tregun, lidhur me vendin ku do punohet, lidhur me shoqërinë, si është ndërtuar kjo, lidhur me rregullat e shkruara dhe të pashkruara të shoqërisë si funksionojnë, po kryesisht me tregun, do të përdor termin treg, sepse termi treg është ai që përcakton vlerën e gjithë sekujt dashur pa dashur dhe larg asaj që ne mendojmë, na përcakton vlerat tona. Ky është të themi koncepti im për karrierën dhe nevojën e orientimit të saj. Në fakt, do donim të dinim nëse ekziston në një moment të caktuar ose qoftë një periudhë të caktuar kohore që bëhet orientimi i karrierës të paktën te një student juridiku. Për të thënë vërtetën nga eksperienca që unë kam në mësimdhënie në Universitetin Kristal, sepse aty e kam filluar temi karrierën në mësimdhënie, është relativisht një orientim bas një zgjedhje. Nuk është një orientim përpara zgjedhjes, i cili të jep më shumë themi hapësirë, është pak e vështirë që të orientosh pas një zgjedhje, sepse alternativat pas zgjedhjes gjithmonë janë më të vogla se sa përpara zgjedhjes. Por unë gjykoj që me gjithë këtë, gjeta ajo gjithmonë na i sjell gjërat siç e duam ne, po e mira është që të na i sjelli siç e duam ne, dhe unë përpiqem që të ndihmoj për zgjedhjen e atyre zgjidhjeve të kufizuara që kemi, të gjejmë atë e cila është më e pranueshme me personalitetin e njeriu, sepse jurist ka shumë, profesioni ka disa fusha apo nën fusha të tija, personaliteti i njeriu është një. Ky personalitet për mua është shumë i rëndësishëm që të përshtatet me fushën të cilën ti je më komod, ti jep maksimumin tënd. Pra nuk është kaq e thjeshtë sa të thuash po zgjedh një profil penal, apo një profil civil, apo një profil, ku diun, se sa ajo që ti ke brenda teje dhe ku mund t'ja hapësh ti më shumë në këto. Në aspektin e orientimit në Shqipëri, qoftë në sistemin universitar, qoftë sistemin para-universitar, ky lloj orientimi është për të mos thënë mungon, sepse kanë filluar po shfaqen shenjat e para. Ne për shumë në Universitetin Kristal, në paktën në zyrën juridike, për sa i takon studentëve të juridikut, kemi menduar që të krijojmë po këtu zyrën e orientimit të karrierës, e cila është në fazat e para, është domethënë pak e vështirë për të dhënë këshilla, me thënë të drejtën, të cilat nesër mund mos jenë domethënë aq sakta dhe aq
të mirë orientuara. Çështja është ecim në raport me atë që ndodh në kohë, është trirë në kohë? Ideja është që unë mendoj që më mirë do t'ishte që ne të ecim me atë që do ndodhi, sesa me atë që tashmë ndodh, sepse me atë që tashmë ndodh, të themi zgjidhjet janë këto që janë. Të paraprimat e që vjen. Këndvështrimi për orientimin e karrierës është për atë që do të ndodhi, që ne shumë për nesh nuk e shohim, po ka njerëz që e shohin, që do të thotë, të themi në fushën e biznesit, një biznesmen investon sepse shef atë që ne nuk e shohim. Një jurist i mirë futet në një fushë caktuar e cila për momentin duket sikur nuk ka punë, po përdor termin nuk ka punë apo nuk ka aktivitet, por mas një periudhe kohore ka shumë. Pra ky është për mua sensi i orientimit të karrierës, pra ne do të parashikojmë pak tregun se çfarë do ndodh. Parashikojmë pak tregun. Kjo do të jetë më e mirë nëse do mundemi jo nëse do mundemi, po të themi të vërtetën nëse do marrim shembull konkret nga eksperiencat të cilat janë, tashmë nuk është se mungojnë. Dhe këto ti rakordojmë me zhvillimin e shoqërisë tonë dhe mendojmë stadin se ku do vijë ajo mas disa vitesh. Për mua ky është orientimi, të them, më i mirë i karrierës gjithmonë nga këndvështrimi teorik, sepse është vështirë që kur them orientim flas nga eksperienca personale, nuk po. Me studentët tuaj në zyrën e Fakultetit Juridik në Universitetin Kristal, në fakt, gjithë kjo është një punë që bëhet në praktikë apo është një punë që bëhet teorikisht e më pas kalon në një stad tjetër që është praktika? Kemi një situatë të tillë që programet mësimore, të themi, janë të mirë përcaktuara, gjë për cilën personalisht nuk do të isha dakord, por nuk jam unë ai që vendos. Për mua programet mësimore duhet të ishin alternative ose zgjedhja sipas nevojave që tregu ka, jo sipas asaj që ne mendojmë që është më e mira. Teorikisht, po flas. Teorikisht është Bologna, apo është Bologna që ka Teorikisht është Bologna, sensi i Bolognës është dhënia e mundësisë së studentit i cili dhe të mësojë dhe të punojë dhe të praktikojë. Gjithë problemi është se si zbatojmë ne këtë në praktikë. Në sensi është ky, që studenti të ketë mundësi që të jetë i lirë në sensin që nëse themi deri diku me sistemin që para sistemit Bolognës dikush mund të mos merrte një apo dy provime dhe kishte të humbte vitin apo humbte edhe shkollën. Sot ndryshon situata, sot ti vazhdon të mbartësh ato provime, ti ke mundësi që ta alternosh mësimin me një punë, me një aktivitet tjetër për plotësuar edhe pjesën tjetër të nevojave të tua, por po flas teorikisht, po flas specifikisht për programet mësimore, për mua janë fokusuar gjithmonë në aspektin teorik, nuk ndodh vetëm në Shqipëri. Unë kam mbaruar jashtë shkollën dhe po aty në të njëjtin sistem teorik ishte edhe ne, dhe problemi i madh ishte praktika e vërtetë e studentëve. Si bëhet tani? Si bëhet, unë pyetëm çdo ditë se të gjithë kompanitë apo institucionet cilët shpallin konkurse për vend të pune kërkojnë eksperiencë. Ndërkohë që askush nuk ofron këtë eksperiencë dhe futemi si themi në një rreth vicioz që të gjithë duan të punojnë, ndërkohë që s'kan eksperiencë dhe gjithë të tjerët duan të marrin këta njerëz punë, por këta njerëz nuk kanë eksperiencë. Është një problem të cilin e kam vujt vetë në kurrizin tim. Jam lodhur shumë për të gjetur një zgjidhje. Praktikisht këshillat që unë ju mundohem që t'ju jap ose t'ju vë në dispozicion studentëve është që administrata publike është një nga vendet në të cilën ka, të themi, një akses hyrje goxha më të lehtë se sa në tregun privat, për vetë faktin sepse duke qenë e ndërtuar dhe duke funksionuar ashtu siç funksionon administrata publike, është një vend në cilin ka goxha më hapësirë të madhe në një këndvështrim numri. Numri dhe publikimi i një vendi vakant bëhet publik në gazetë. Lëvizja në administratë është shumë e madhe, çdo kush arrin një nivel caktuar, mendojnë që nuk ka ç't'japi më, apo arrin një nivel në cilin nuk ngrihet më tej dhe vendos që të shkëputet për administratës. Këtë kam dhe eksperiencë personale, unë kam punuar 8 vjet në administratë dhe kam parë që nivelet e karrierës apo zhvillimi i karrierës në administratë është shumë i vështirë, nëse nuk keni një ngjyrë. Ose nuk keni një suport politik, i cili të spostoj nivelet më të larta drejtuese. Kjo ndodh gjithkohë, nuk është vetëm për Shqipërinë. Por në Shqipëri është, të themi, pak në terma më egzageruar se sa janë në vende të tjera të civilizuara. Në fakt, do donim të dini, menaxhimi i karrierës është i vështirë dhe i suportueshëm në periudha të ndryshme të jetës së një personi, në stadin e parë kur ai ka hyrë në procesin e punës, më tej kur ai e ka arritur atë stabilitetin dhe për të arritur në moshën e tretë, që le të themi, ai ndihet i papushtetshëm për të qëndruar në atë vend pune.
Në paktën në Zvicër kam kam të dëgjuar nga kolegë të mi që kanë një procedurë të tillë që në fillimet e shkollës, domethënë klasës 5 të lartë që ne kemi, janë ekspertë të cilët marrin pyetje apo intervistojnë fëmijët dhe ju thon prindërve në fund që fëmia jot ka prirje të themi për shkenca eksakte apo për shkenca shoqërore apo duhet të ndjeki, sugjerohet që duhet ndjeki këtë. Imagjinoni situatën nëse supozohet që unë nuk jam, po supozoni që jam një ekspert karriere dhe ju them juve që duhet lini këtë shkollë që keni nisë dhe duhet nisni një shkollë tjetër sepse ju jepni më shumë tu. Problemi është që procesi do përgjysmë. Pyetja parë që shtrohet është sa i besueshëm jam unë për këtë orientim që jap. Pyetja e dytë është që ju sa i madh është risku që ne mbartem për të hedhur atë hap. Sa mendoni se realisht kjo është e mundur? Imagjinoni një familje shqiptare të cilës mund të thuhet që fëmia jote ka këto prirje, mos e çon studio juridik, por çon studio gazetari. Marr një shembull. Imagjinoni sa mund t'ju dëgjoj. Pra, është një shprehje, një president i shumë të famshëm amerikan i cili thotë mos u mundoni të jepni këshilla atij që mendon që i di të gjitha. Ne jemi në fazën që mendojmë që i dim të gjitha dhe nuk pranojmë këshilla nga askush, që detyrimisht do arrim në këto konkluzione vetjake që kemi vetë përzgjedhur. Po, mbas jemi në stadin që investimi që një familje bën për fëmijën e vet si student dhe i të lërë për gjysmë, mbas do rëndon të dhe xhepat themi ekonomi dhe nga pikëja ekonomike. Okej, po nëse unë prindërit e mi supozohet që i kam të arsimuar në një fushë ndryshe nga ajo e cila unë jam arsimuar, çka këshillash mendoni ju profesionale mund të jepnin prindërit e mi për të zgjedhur unë këtë rrugë tjetër? Ndërkohë që ne asnjëherë nuk të paktën të tentojmë, unë nuk them që të marrim për bazë gjithmonë atë, po është shumë e rëndësishme që të pyesim persona të cilat merren, e kanë punë të tyre, kanë eksperjenca reale, kanë një lloj themi suksesi në atë profesion që bëjmë për të orientuar. Unë para ca ditësh, jo më vonë se një javë përpara, kam pat një takim me një, nuk e kam mik, po e kam bërë mik, një biznesmen goxha të famshëm, të cilët i bëra pyetje orientim karriere për veten time, që do të thotë, okay, unë arrita, më thënë, deri në një stad caktuar, mendoni që mund të më jepni një këshill në lidhje me ç'do bëhet më tej, ç'do ndodhi më tej me këto që unë kam bërë deri më sot. Pra, ky është një lloj orientim karriere, quheni profesionale, quheni juridike, mund i vëmë emër që doni, por këshillat janë për mua gjëja më e mirë që njerëzit mund marrin. Nuk është të thënë që këshillat gjithmonë të jenë të sakta, por njeriu vetë do ta marrë vendimin. Unë nuk vendimin për të zgjedhur unë do bëj juridik apo do bëj ekonomik apo min do ta çoj këtu apo do t'i vendos unë. Problemi është sa kam pyetur unë lidhur me këtë. Sa informacion kam për të marrë këtë vendimarrje. Për mua këtu fokusohet pothuajse gjithë ideja. Zotë Milkani, më thatë pak më parë që gjatë periudhës që juve studioni duke se ishit shumë informuar sa i përket kësaj pjese, sepse ashtu ishte edhe sistemi ndërtuar, edhe mbase nuk kishit edhe akses shumë. Pak studentët tashmë e kanë këtë mundësi në një farë mënyrë, në një mënyrë apo tjetrën, gjithsesi media, qoftë ajo vizive, qoftë ajo elektronike, jep akseset të ndihmon në menaxhimin e karrierës. Po, në fakt, mos është pak më shumë intuitive, mos është pak ata që janë suksesshëm. Gjithsesi. Kjo është e vërtetë. Ata që janë suksesshëm, por nëse do të bëni pyetje pse janë suksesshëm, do shikoni që këndvështrimi i tyre do të jetë ndryshe nga juaj. Që do të thotë që unë në këndvështrimin tim i shoh gjëra ndryshe nga ju, po jo nga ju personalisht, por nga personat që flasin më gjithmonë, për faktin sepse shikoj atë të cilën se them atë sinjal që tregu ma jep, i cili nuk është i dukshëm për të gjithë. Sepse, jo se nuk është i dukshëm, po sepse ju nuk jeni përqendruar dhe ta shikoni me atë vëmendje. Sot, konkretisht në fushën juridike, ka një fenomen të paktën po themi me një nga sferat e juridikut që është avokatia, me papërgjegjshmërinë e avokatëve lidhur me zbatimin apo etikën profesionale, që do të thotë është vështirë që të gjeni, është kollajshme të gjeni avokat profesionalisht zot, por është e vështirë që të gjeni avokat profesionalisht me etikë të lartë në punë. Ky është një element i cili unë mendoj që duhet shfrytzuar nga brezi i ri. Jo të ndjekim rrugën tradicionale që ndjekin gjithë, por elementi i etikës profesionale, elementi i konfidencialitetit, elementi i respektimit një të detyrave që avokati ka kur ka shi klientit i tij është shumë i rëndësishëm.
sa e shikojnë studentët të aspekt, sa e shikojnë ata njerëz që merren me këtë punë të aspekt. Ky është dhe çelësi i suksesit, nëse sot tregu është i segmentuar në mini fusha, sa ne jemi të segmentuar në pjesën që ne bëjmë. Avokatët sa janë specializuar në një nën fushë apo nën deg, e cila ka të ardhura, e cila kërkon profesionalizëm, e cila kërkon etik të lartë. Por ky është një lloj orientim karriere që studentët mund ta shohin me një këndvështrim, ata që tashmë e kanë përcjellur, por ata që duan ta zgjedhin nesër këtë deg. Sepse dëgjoj shpesh që ka inflacion juridik. Mendoni që ka një numër shumë të madh studentësh që marrin juridikun. Veten sikur jeni një pjesë e tyre. Supozojmë që ka inflacion diploma. Unë investova 4 apo 5 vite në fakultet. Tani çfarë bëj? Duhet heq dorë sepse dëgjoj që ka inflacion diplomash? Tani unë duhet heq dorë sepse nuk kam orientim profesional nevojshëm? Kush do të ndërtoj orientim profesional? Unë duhet pres që dikush dalë dhe të më orientojë në mënyrë profesionale, apo duhet të jem unë ai i cili duhet kërkoj këtë lloj orientimi në një formë apo në një tjetër, institucionale apo jo institucional, për të zgjidhur problemet e mia. Sido që ta rrotullonin ne vetë do të zgjedhim ato që kemi, atë zgjedhje që kemi bërë vetë do ta çojmë deri në fund. Problemi është cila është rruga që do ndjekim, sa e vështirë është kjo rrugë dhe nga duhet kaluar për të arritur. Unë kam një parim që them më mirë një hap të vogël, pa kthim mbrapa se sa hapa të mëdha dhe me shumë kthime mbrapa. Nuk është zhvillim karriere. Nëse gjen, themi një punë e cila ka një pagë shumë mirë dhe pastaj nga ai vend punë largohesh për faktin se ke shku gabimisht apo s'ke qenë gati për të pranuar atë. Po themi, atë nivel karriere, detyrimisht do shkosh atje ku je për të vazhduar shkallët e ngjitjes. Të dikton tregu në një farë mënyre. Na pëlqen apo s'na pëlqen tregu është ai që ne na përcakton duke po të përdor termin pag që ne marrim, është tregu ai që vendos mbi atë që ne marrim, nuk jemi ne ose nuk është ajo që ne duam të marrim, po është tregu ai që bën përzgjedhjen. Në fakt ne shpesh konfrontohemi me polemika të natyrave të ndryshme, sidomos të faktit nëse një student që kërkon të përparojë në karrierë realisht investon për ta arritur atë orientim karriere, apo janë mundësitë që ndoshta janë të kufizuara që atij ofrohen në një territor të caktuar, në një fushë të caktuar. Në rastin konkret, për të folur më qartësisht, një student juridiku a ka opsione, a ka shumë mundësi për të shkuar diku, për të arritur diçka? Unë do ta ktheja ndryshe. Në një emision tjetër, po në këtë televizion, kemi pasur lidhje me përorimin e një libri i cilin unë kam bërë. Dhe pyetja e parë që i kam bërë studentëve ditën e parë të shkollës, sepse kam pas fatin që lënda ime të ishte lënda e ditës parë të vitit parë, dhe një lloj prezantivi me universitetin, ata e gjenin ditën e parë të shkollës, domethënë përshtypja e parë nuk ka shans dytë për të krijuar përshtypjen e parë e shpreha, dhe unë i thoya gjithmonë, në momentin që keni ardhur dhe keni zgjedhur të deg, këtë cila po flas për universitetet private, studentët paguajnë. Edhe në sistemin publik, me sa di unë, ka disa shuma apo janë shumë simbolike për të paguar, ndërkohë që në sistemin privat studentët paguajnë dhe shuma nuk janë të vogla. Universiteti nuk është mirë publike, kështu që duke mos qenë një mirë publike, nuk ka pse mos paguhet. Do të thënë për mua arsimi i lartë hyn ke luksi, nuk është një nevojë apo është një luks. Tjetër punë se ne mundohemi ta kthejmë nevojë, por për mua arsimi i lartë është një luks. Megjithatë, kjo nuk i pengon askush që të zgjedhë edhe luksin. Problemi është këtu që në momentin që ti futesh në këtë lojë dhe investon disa para, pyetja ime që shtrohesh ishte: keni menduar mënyrën se si do të rikthehen mbrapa çdo para që do të thotë? A keni menduar për zhvillimin e karrierës tuaj që të bëjë të mundur rikthimin e investimit që keni bërë? Në koncepti është pak koncept biznesi se sa koncepti jetës përditshme, po unë në këtë këndvështrim e shoh. Pra unë investova 5 vjet. Tani këto para, kjo kohë, këto energji që unë shpenzova do më kthehen mbrapa në një formë të caktuar, në komoditet, në pagesë, në kushte jetese më të mira, në një formë tjetër, në të themi jo personalisht ndoshta mua, po edhe ke fëmijët e mi. A do munden ata që mbi bazën e kësaj që unë kam ngritur ata të përfitojnë, sepse ky lloj investimi vazhdon të funksionojë brez pas brezi apo jo? Nëse një fëmijë ka prindër jurist, jeni të bindur që 90% ka shanse që të bëhet jurist. Pse? Po sepse ka një bazë me cilën mund mbështetet për të ecë përpara, nëse i ke prindrit, nuk i ke jurist dhe pretendon të bësh jurist, ki parasysh do fillosh nga vështirësitë e mëdha, që aty ku nuk njeh tregun, ndërkohë që fëmijët e tyre kanë klientët e prindërve, vazhdojnë përpara etj. Ky është një lloj orientimi karriere i padukshëm, por i ndërtuar. Ne nuk e shohim dhe çuditemi nganjëherë si filani arriti të bëjë këtë apo atë, zhvillim karriere kaq të fuqishëm, ndërkohë që po të shohim backgroundin e tij, po të shohim familjen e tij, të shikoni që ka pas një orientim, ka pas një këshillim
brenda familjes temi, cila ka dhënë ka arritur rezultate. Ne shohim gjithmonë rezultate, nuk shohim rrugën si arrit rezultate. Kjo është ajo që unë mendoj që studentët apo njerëzit në përgjithësi duhet shohin tek personat e suksesshëm. Ne shohim vetëm kulmin. Në fakt kjo do të thotë ndoshta që duhet kesh një bazament për të qenë i suksesshëm? Nëse nuk e ke duhet ndërtuar. Nëse nuk e ke duhet ndërtuar ky suport. Për mua nuk është i pamundur për të ndërtuar. Unë personalisht kam dalë, themi, jashtë profesionit të prindërve të mi, por kam arritur që të gjej, si më thon, me vështirësi të mëdha, të paktën ndihma kryesore ka qenë për kohën që flasim, ka qenë librat, sepse ishte e vetmja ku mund gjej një lloj zgjidhje për nevojën që ti kishe. Flasim pak shumë në terma pak më konkret, cilat do të ishte gjë e duhur që një student, qoftë juridikut, po qoftë edhe në fusha të tjera, në fakt, sepse tek fundit në momentin që je student ke një start të barabartë, duhet bëndë në një moment pas zgjedhjes së degës që kam bërë, për ta nisur pse jo që edhe që në vit parë, për ta menaxhuar karrierën e vet në një farë mënyrë. Ketë akseset të fillojmë praktikat, nuk e di kush mund të ishin zgjedhjet e duhura. Unë kam praktikuar të paktën sa vite jap mësim, jam munduar që t'i orientoj. Me atë që unë mundem dhe brenda hapësirës që më lejon programi mësimor, sepse tini të bindur që programi mësimor është i mirë përcaktuar dhe duhet bërë në atë format që duhet, në të kundërt ka problem. Unë jam munduar që t'i orientoj studentët të prekin sa më shpejt që t'i dhe mundur realitetin, që do të thotë që në vitet e para të shkollës. Në pamjet parë duket si e pamundur, teorikisht po ta dëgjoni se si mundet një student të preki praktik që në vit parë. Unë bëjë si një shembull shumë thjesht, një student i ardhur nga një rreth jashtë Tirane, vjen në Tiranë, merr një ambient me qira, fillon një fakultet cilin duhet të jetë aty afër që ta ndjekë. Është jurist, gjëja parë që bie dorë është kontrata qiras. Asnjë nga këta student nuk e shef të kontratë qiraje me sensin e një praktike të mirëfillt juridike. Nëse ti ke një kontratë qiraje, përpara kjo është praktika. E mira e kësaj pune është që ti këtë kontratë do lidhesh për veten tënde. Që do të thotë pasoja do t'i vuash ti. Nëse po të punoni për tjerët, pasoja do t'i vun tjerët, kjo s'është një lloj. Ti merr përsipër riskun tënd dhe bën vet gabimin, vun pasojën vet, njëkohësisht mund të marrësh edhe fitore mbi supe. Jurist është një interpretues i mirë i ligjeve, kështu që duhet marrë kodet edhe. Po imagjinoni një student që ka marrë këtë shtëpi se sa koleg ka që bëjnë fakultetet të tjera dhe marrin po shtëpi me qiraje, një punë mirëfillt juridike e cili ai e ka përpara apo nuk e shikon ose nuk e trajton nga ky këndvështrim. Unë nuk mund të them që nuk ka apo një kontratë sigurimi për makinën. Gjithë kemi makina, edhe studentët sot herë kanë më të mirë se pedagogët që ne kemi atje, po nuk shohin kontratën e sigurimit. Është një rast praktik juridik, është një kazus, është një kontratë e cila mund studiohet me këndvështrim shumë i këndshëm. Pse mos ta trajtojnë kështu? Që në vitet e para dhe pastaj të fillojnë studentët janë në praktik. Kështu që praktika nuk mungon. Problemi është që ne nuk e shohim ku është ose nuk duam ta shohim ku është. Në fakt edhe një pyetje, shtrohet shpesh dilema nëse një person i suksesshëm lind i tillë apo bëhet i tillë në territorin ku ai jeton edhe orientohet në karrierë. Sepse shpesh thuhet që për të qenë një sipërmarrës, për të qenë një biznesmen, për të qenë një jurist, i njohur duhet kesh edhe atë ndjesinë e brendshme, duhet kesh këmbguljen, duhet kesh ato aspektet e personalitetit që t'i japin shtysën e madhe për të qenë i orientuar, i vetë orientuar siç duhet karrierë. Unë suksesin e përkufizoj shumë thjesht. Nëse personi ka disiplinë të hekur në atë që ka vendosur të bëj, sot gjen çdo gjë. Duke përfshirë internetin, librat, miqt, njerëzit e suksesshëm janë këtu. Problemin e kemi si ti kontaktojmë. Ka mënyra të caktuara të cilat të mësojnë se si të kontaktosh me çdo që dëshiron. Parazakosh kam bërë një jo eksperiment, po kisha një rast praktik, doja të kontaktoja me dikë i cili nuk po arrinja dot që të lidhesha dhe të më kthente përgjigje. Ndërkohë që gjeta një libër shumë interesant, është një arti për të fituar miq dhe pushtet, dhe përdora tekstualisht skemën të cilën këshillonte autori. Mas një javë arrita të realizoja takimin për cilin vujta kaq shumë. Domethënë ka dhe formule. Ma të gjitha. Boll që të kërkojnë dhe njerëzit të duan të kërkojnë. Nëse pyet, gjithmonë gjen përgjigje, pavarësisht se sa mund vënoj, po gjen. Unë e kam provuar dhe nuk mund të them dot që nuk gjen.
Ne të falenderojmë shumë që ishim në studio, faleminderit për këshillat mira që na dhe, sepse të gjithë në një farë mënyrë, sado e vogël tjetë ajo karriera apo ambicia që kanë, gjithsesi do të ndjekin një lloj rruge për të arritur diku. Gjithë kemi nevojë për këshilla, pavarësisht stadit ku jemi apo ku do shkojmë, gjithmonë kemi nevojë për këshilla. Problemi është ai pranojmë apo jo, kjo është çështja. Faleminderit. 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 Kemi qëndruar miq të dashur me drejtorin e zyrës juridike në shoqërinë Kristal, zotin Ledio Milkani, i cili na ka serviruar një informacion për të qenë të vetë orientuar siç duhet në karrierë. Absolutisht çdo kush prej nesh synon që të arrijë diku, pavarësisht aftësisë që ai ka për të arritur, qoftë edhe këmbgulës për të arritur atë çka dëshiron. Duke shpresuar të keni marrë informacionin e duhur që ju është nevojitur për këtë mëngjes, një hapësirë shkurtër publicitare na ndan nga njëri tjetri dhe rikthehemi sërish.